Ne dim se kush janë mësuesit të Imam Rabios dhe sinxhiri i tyre. Por ju a do na e kallëzoni neve pak për mësuesit dhe sinxhirin e Sejt Kutubit? Kallëzoni pak sinxhirin dhe mësuesit e Sejt Kutubit. Kush janë ata që ngrejnë figura të reja që interpretojnë fenë sipas interesave dhe epsheve? Kush është thënë se i fjalës Islami është përzierje mes krishterizmit dhe komunizmit? Kush është ai që i ka shajt dhe i ka ofenduar pejgambert e Allahut? Kush është ai që i ka shajt sahabat e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Kush është ai që ka panteizëm në besimin e tij? Kush është ai që ka mohim të cilësive të Allahut? Kush është ai që beson se Kurani është i krijuar? Kush është ai që as në pamjen e tij nuk duket si pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A është Imam Rabia ose është imami juaj Sejid Kutubi? Ku e kini logjikën? Ku e kini xhelozin për këtë fe? Ku e të gjitha këto, do më thonë, çështje bazore të fesë, bazat e bazave, imami i tyre është i devijuar. Ata majnë hutbe, derdhin në lot krokodilash, edhe e shesin si imam dhe si shehid. Për çfarë ka ra shehid? Për çfarë ka ra? Se ka deviju dhe ka shtrëmby shahadetin? Se ka shajt Musain alayhi salatu wassalam? Se ka shajt Uthmanin radiallahu anhu? Për çfarë ka ra shehid Sejid Kutubi? U pëlqen a nuk u pëlqen? Dije se kolosët e dijes e kësaj kohës e kanë pohuar dijen e Imam Rabios rahimahullah. Dhe po ashtu e kanë pohuar se Sejid Kutubi nuk ka dije dhe është ignorant. Ju jeni ata që i ngreni ignorantët për figurat të ummetit, si Bin Ladeni, si Muhammed Hasani, si Hussein Jakupi. Kush është ku, do më thonë, që i bën këto figura dhe u aservon ummetin si referenca?